Ka ndëruar jetë në moshën 83 vjeçare ish kryetari i Bashkisë Korçës Robert Kotmilo, i cili shërbeu si i till në periudhën më të errët të Shqipërisë gjatë vitit 1997, saktësisht mandat në vitet 1996-2000. Kotmilo, edhe duke qenë kryetari i bashkisë më të madhe në juglindje të vendit, ka ndëruar jetë vetëm në banesën e tij në kushte të vështira ekonomike, madje për të janë kujdesur organizata humanitare dhe në mënyrë të veçantë Mitropolia e Korçës. Robert Kotmilo, për aq kohë sa shërbeu si kryebashkiak për gjithë korçarët dhe jo vetëm, mbetet një prej intelektualëve më të zotë që ka pasur Bashkia e Korçës. Ai duhet mbahet mend edhe për menaxhimin që i bëri situatës me shtetasit kosovar që kaluan disa muaj në Korçë. Ai do të kujtohet gjithashtu si një intelektual, njëri fjalë pak, punë shumë dhe i pakorruptuar. Si të thua që erdhi dal nga dalë, kishte disa gjëra kështu të vogla që nuk i përballoi dot. Megjithëse u mjekua, ishte një njeri me zemër shumë të madhe. Beftin do i kujtojmë si njeri me shpirt shumë të madh, jashtëzakonisht të madh, që bënte shumë për njerëzit. Ne na donte shumë dhe kemi dashur shumë. Pavarësisht se ai zgjodhi që vitet e fundit të jetonte vetë. Një lajm i trisht për humbjen e një njeriu shumë të dashur, shumë besimtar. Një njeri që kujdesej tepër për të varfërit, një bashkiak i talentuar me njohuri të thella, sot largohet nga kjo botë, por me lutjet tona, me punën e tij, lutemi që Zoti ta pranojë në mbretërinë qiellore.